Shikues të nderuar, përshëndetje, më vjen mirë, ua, sa mirë. Kam çka do emocione apo na kanë ikur emocione? Kemi pak. Shumë mirë, ti e bërë shumë mirë sot. Po, na ka bërë. Na ka bërë Bana make-up artist. Shumë bukur. Do ta themi, do t'i cilësojmë pak më vonë. Atëherë, përshëndetje të gjitha, unë jam Eri Muço, edhe në krahun tim kam shoqen, kolegen, miken, të gjitha bashkë, sepse këtu janë ndryshe pak, bëhesh nga të gjitha, domethënë, edhe shoqe, edhe kolege, edhe drejtuese emisioni, edhe të gjitha borinën. Ne do t'i jemi së bashku, çdo të shtunë, drejt për së drejti në Alb UK dhe jo vetëm kaq, por sigurisht edhe në platforma të tjera, të cilat do të na prezantoj Bora. Po, ju mund të na ndiqni në transmetimin e Alb UK, i cili është në Digital Albania, në kanalin 101, në të gjithë platformat e transmetimit në Kosovë dhe në të transmetim në Maqedoninë Veriore, i cili ju mund të na ndiqni tek Telekom. Në të gjithë platformat IPTV në Europë dhe në Amerikë. Gjithashtu, pjesa më kryesore për gjithë ata që janë në Mbretërinë e Bashkuar dhe në Londër patjetër, është në Alb UK TV dhe në Facebook, gjithashtu në live stream në Facebook, cilën patjetër mendoj se është shumë e thjeshtë për të shkuar. Jo vetëm kaq, por do të kemi edhe në rrjetet sociale, të cilat sot janë absolutisht të nevojshme, por edhe pjesë e jetës në disa live. Ndoshta sot është emisioni i parë, do themi dhe çfarë do themi te ky emision, por le t'i marrim gjërat pak nga pak dhe avash. Mund ta ndiqni gjithashtu në Instagram edhe në TikTok. Do mundohemi që në emisionet e ardhshme të kemi live dhe në pjesën e TikTokut, por le të fillojmë një herë. E filluam, po s'kemi titull. Çfarë do ndodhi me titullin? Mendon t'ja lëm shikuesve ta gjejnë titullin e emisionit? Jam shumë dakord, duket si një bashkëpunim që kemi së bashku. Të gjithë mendoni se çfarë titulli mund të vini këtij emisioni. Duam që t'ju tingëlloj ju bukur kur doni të na ndiqni. Mua më vjen mirë që rikthehem në ekran dhe aq më tepër me ty. Kështu që do t'jetë një gjë e këndshme, se bëhet bashkë një Gjirokastrit e një Tiranëse, do bëjnë një lëmsh aty, domethënë ç'nuk do thonë, e të thëna e të pathëna, por jo vetëm kaq, sigurisht që ftojmë edhe të gjithë shikuesit tanë që të jenë pjesë e këtij emisioni. Por çfarë do të përmbajë ky emision që ne do të vim çdo të shtunë? Sigurisht që do të jetë një pjesë, le të themi që ajo që ne kemi menduar, të dyja bashkë është një pjesë për të patur në impaktin më të lartë pjesën e argëtimit, pjesën e të ndjerit mirë në këto minuta që ne do të jemi së bashku, por si nëpërmjet kronikave që do të transmetojmë, nëpërmjet informacioneve, nëpërmjet sigurisht edhe ju që jeni pjesë e rëndësishme e emisionit, sepse do të jeni nëpërmjet numrit tonë të telefonit, të cilën e keni gjithkohën të afishuar për gjatë emisionit live që jemi, ku mund të bëni pjesë nëpërmjet telefonatave, por edhe mesazheve tuaja. Ndërkaq mund të na dërgoni dhe emaile për çdo temë, për çdo sugjerim, për çdo diskutim që dëshironi ta sillni në emision. Patjetër që neve do të jemi aty edhe do ta diskutojmë, do ta sillim për ju, qoftë edhe me praninë tuaj nëpërmjet telefonit. Nuk do të mungojë edhe muzika, që ne kemi zgjedhur, do të jenë këngë të veçanta dhe pse jo edhe përshëndetja juaj, sepse zëri është i rëndësishëm, po të bëhemi të gjithë bashkë, kemi thënë gjithmonë janë ato shprehjet që sa më shumë të bëhemi, aq më mirë është, apo është tjetër? Patjetër. Okej. Mbase funksionon ndryshe këtu. Sa më pak jemi do funksionojmë. Okej. Do përshtatemi me pjesën e Londrës. Mirë, më vjen mirë që jemi drejt për drejt dhe por duke qenë se nisëm këtë emision pa titull, aq më tepër që tashmë ne presim sugjerimet tuaja, sepse do vim çdo të shtunë drejt për së drejti, por cili do të ishte sugjerimi për këtë emision, ajo çka do të prezantojmë sot dhe sigurisht edhe ditët e tjera që do të jetë plot me informacione, me argëtim. Mund të na i cjellin çdo sugjerim tuaj, mund ta dërgoni nëpërmjet Instagram mesazheve në TikTok, nëpërmjet numrit telefonit, në çdo lloj komunikimi që është më i thjeshtë për ju për ta sjellë tek ne. Cili do të ishte titulli ideal? Le të themi se kush do ta vendosi më mirë ne kurisim ato mesazhet, edhe mesazhet. Ne do presim, nuk do t'ja vendosim për disa javë, për disa javë do qëndrojmë pa titull. E vendosjes. Por do zgjidhim më të bukurin. Por është një moment, le themi me qenë se e nisëm si vrrullshëm, tani po i marrim gjërat avash. Kush është Borina? Edhe kush është Eri? Le të ndjekim pak kronikat e përgatitura.
Shikues të nderuar, ju përshëndes, ky është zyrtari informativ në RTS Gjirokastra. Eri Muço, gazetarja nga Gjirokastra me një eksperiencë rreth 20 vjeçare, zgjedh të rikthehet sërish në karrierën e saj, por kësaj here ndryshe, edhe në qytetin e Londrës. Zëri i saj nga qyteti Gjirokastrës do të ishte e rëndësishëm për trajtimin e një sër kronikave, transmetimeve live, raportimeve të ngjarjeve dhe emisione në televizionet lokale dhe kombëtare. Pasioni për ekranin, i cili nisi që në fillimet e mbarimit të universitetit, do të ndërpritej padrejtësisht, por sot, rikthimi i saj në studio do të jetë sërish, çdo të shtunë drejt për drejt nga Mbretëria e Bashkuar. Kapte edhe këtë në fund se e dua për mbyllje këtë. Borina Voko vjen në Londër pas përfundimit të studimeve të saj për shkenca politike dhe kriminalistik. Autoria e 3 librave me poezi, e cila në eksperiencën e saj nga gazetaria vjen sërish pas një shkëputje 10 vjeçare nga televizioni dhe shkrimet. Dikur një zë në televizionet kombëtare në Tiranë, si dhe pjesë e një emisioni të rëndësishëm, pas dorëheqjes nga profesioni i saj si oficere, vjen për të ndarë me ju shumë të thona dhe të pathona. Nga The Sound dhe në Daily Mail ajo zgjedh të ndaj me ju mëngjeset e të shtunave nga Londra dhe Mbretëria e Bashkuar. Mirë. Eri, me kë ishe me nerva në studio? Në Shqipëri vazhdon që të jetë, sa unë tani kam ardhur, jam me freskët, nuk jam orientuar, do më mësoni juve, i tha. Ha, bash. Në si pak Shqipëri njerë, me kë ishe me nerva në studio? Me rogën në xhan. Vazhdojnë, më kuptojnë shumë mirë, dhe më thënë të gjithë me atë pjesën e rogës, si gjithmonë është me vones në Shqipëri dhe asnjëherë nuk del. Do të kemi mundësi të flasim edhe për, jo për rogën, po në përgjithësi. Të flasim në gjithë me eksperienca televizive, ne do t'i përcjellim ato drejt për drejt ashtu siç janë reale, pas një kontur me njëra tjetre. Pas kësaj kronike, sot je sërish në ekran, edhe me mua tani të marr pak unë ty në intervistë para se të flasim për pjesën tjetër. Në pak e vështirë, më duket. Si ndjehesh sot dhe çfarë të kish munguar nga ekrani ty? Më kishte munguar këto përgatitjet e para, më kishte munguar këto videot, këto kronika që i mbledh dhe shikon se çfarë ke bërë, rrëmujemi gjithmonë. Po ta them çik që kemi ardhur shumë shpejt edhe në momentet e fundit i bëm zbor regjis. Regjia nuk do që t'ja themi emrin, okay? Do t'i gjejmë një pseudonim, t'ja gjejmë? Shikuesit mund t'na sugjerojnë. Është kështu, është diskret fare, është i thjesht, nuk do fare, por e kemi xhan dhe përshëndesim dhe na vjen mirë që jemi të gjithë bashkë për të sjell një fundjavë ndoshta jo se diela do vazhdoj, por shtuna sigurisht do të jetë ndryshe. Një shtunë ndryshe, padyshim. Do mundohemi të sjellim çdo moment veçantë, mbase nuk do jemi vetëm në studio, do mundohemi që të kalojmë edhe jashtë kontureve të studios, do jemi në terren në qytete të ndryshme, patjetër në qytetet e Mbretërisë Bashkuar, por do thosha që do ta bëjmë të mundur dhe Europën. Patjetër që po, edhe sigurisht edhe Shqipërinë do ta sjellim shumë afër nëpërmjet lidhjeve direkte që ne do të kemi me njerëz të ndryshëm, me gazetar, edhe aq më tepër kur mos të hyjmë pjesës së politikës, por në fakt do t'i sjellim pak, ndjeshme ne i cilësonim të nxehta të paktën për sa i përket pjesës politike, aq më tepër fushatës, urojmë që çdo gjë të shkojë mirë dhe të shkojë mirë për shqiptarët, jo për pjesën politike. Mos të ecim për kastën politike, sepse gjithmonë dihet si funksionon, është pjesë e jetës, por për shqiptarët të bëjnë ata më të mirën e mundshme. Do të jemi në lidhje direkte dhe sigurisht që edhe zëri juaj do të jetë i rëndësishëm, sepse Bora do të jetë më tepër kam përshtypjen, duke qenë se do më nxjesh në terren, o ta vik të ndër, ne andaj nuk e donim terrenin, domethënë se do më nxjerrësh, okay, unë do shkoj në vendet më të bukura, besoni, më të bukura. Dhe drejt për drejt do të jeni edhe ju bashkëpunues dhe sigurisht që do të flasim edhe me zërin tuaj, do të jetë i rëndësishëm dhe aq më tepër që ky emision pa shikueshmëri, pa juve, pa mbështetje, nuk do të kishte shumë atë dëshirën do të jemi bashkë në çdo moment, edhe duam që të na dëgoni dhe sugjerimet tuaja për qofshin ato pozitive apo negative. Jemi të hapur, nuk na ngelet hatri, qefi, nuk hatër mbetje, jemi këtu bashkë me ju. Ne kafen e kemi marrë sot. Kafja ishte shumë e mirë. Kush do na sponsorizoj? Vallë, këtu. Janë ndërlëshuar këta këtu në Londër, o Bora? Si mendon? Do t'i kërkojmë ne. Do t'i kërkojmë. Kushdo që ka Tiranë si tunë dia që ti lëm Gjirokastritë për momentin, ti lëm. Ka Gjirokastrit në Londër më mbështes. Ti lëm pak se do na bëjmë bank corrupt pastaj, kështu që ti lëm pak.
Do të thosha të gjithë bizneset cilat kanë dëshirë të reklamojnë bizneset e tyre, të reklamojnë punën e tyre, qoftë ajo personale, apo qoftë bizneset të vogla, apo bizneset të mëdha, janë të mirëpritur, që të bëjnë prezantimin dhe sponsorizimin e tyre, ne patjetër që do t'i ofrojmë atyre ofertat më të mira dhe padyshim shikueshmëria do jetë shumë e lartë. Ju premtoj për këtë, se shumë shpejt. Ne sapo kemi filluar, por në javët në vazhdim do të shikoni që do kemi ndryshime të thella, të ndryshme për shikueshmërinë. Patjetër. Le të jetë një moment, unë them që ndërsa ne shijojmë pak kafen, i tham pak atë pjesën e hyrjes, sigurisht që ky është vetëm fillimi dhe na pret vërtet një rrugëtim i gjatë në televizion, siç e kemi patur atë karrierën që kemi lënë pas, andaj tashmë na pret në pjesën e Londrës. Duket sikur kemi vazhduar, nuk kemi ndaluar. Po, një moment në momentin që ishim duke bërë gati ato kronikat, ato gjërat, se këto janë më të lezetshme, se pastaj ishte ai tensioni dhe ishim kështu sa të bëhemi gati, sa bana make-upi dhe falenderojmë absolutisht se jemi kështu më ndryshe. Bana mund ta bëni follow në Instagram, ajo është një make-up mobile, mund të lëvizi, mund të vi ku jeni ju, nuk ka nevojë që ju të stoni për të bërë make-upin dhe të evitoni atë trafikun e tmerrshëm të Londrës. Mund të rini në shtëpi, duke pirë kafen, duke u bërë gati dhe zgjedhur ato veshje, ne kemi një shumë komode, është një 3 herë jam ndruar unë sot, 3 herë u ndrova. Kështu që duke qëndruar në shtëpi, bëni edhe make-upin dhe dilni direkte për shej. Por kemi edhe reklama të tjera, por sot do t'i prezantojmë, por me njëherë pas këngës. Kemi zgjedhur që edhe muzikat mos mungoj, me qëllim që edhe këngët sigurisht nga ana juaja, pjesët përshëndetëse do t'i mirëpresim me shumë kënaqësi, mirëpresim edhe mesazhe, edhe numrin e telefonit për të folur, për të diskutuar, çfarë do gjë që të kemi dëshirë, ndoshta me kalimin e kohës do të jetë edhe një temë e cila ne do ta përcaktojmë, do t'i referohemi pjesës së ngjarjeve të ditës, duke marrë pjesën e jetesës këtu, por sigurisht mos lëm pas edhe pjesën e Shqipërisë. Kënga e parë përshëndetëse vjen për juve dhe ju falenderoj që jeni pjesë e këtij programi. Rikthemi sërish në studio. Më pëlqej shumë kjo këngë. Shumë e bukur, shumë e bukur. Është e kohës time, nuk e di e kohës tënde. E kohës tonë. Në kohës tonë, e kohës tonë, e kohës tonë, do ishte për janë nga dhe kemi përzgjedhur, do të flasim pak për pjesën e muzikës. Në fakt, ke ndryshuar, do më pëlqente që filluar të marrë intervistën. Vazhdo. Gjithsesi diskutime kemi. Vazhdo. Ke ndryshuar muzikë kur erdhe këtu? Absolutisht. Jo. Ajo që kam bërë, mbase kam ndaluar dëgjoj muzikë, por jo ta ndryshoj. Ndaluar? Në kuptimin për shkak të itinerarit? Nuk kam dëgjuar për internet të punës, aktivitetit të ndryshëm që bëhen ndryshëm shumë i jashtëm nga i televizioni, dhe nuk e ka gjithmonë të merr të dëgjosh muzikë. Mua më çuditse që në fakt këtu janë njerëzit gjithkohon me kufje dhe kanë përshtypjen që janë dëgjojnë më shumë muzikë ndryshe nga ne, që ne kemi atë stilin që në makinë e çojmë, se duhet të na dëgjojë dhe lagje, që ne kemi më muzikë. Dëgjoj. Kufjet u përdoren për shumë arsye të ndryshme, se kur je në tren nga ajo kanë tjetër mbi ngarkesa e njerëzve që janë nëpër tren, që udhtojmë është shumë e vështirë të nxjerrësh telefonin nga çanta, ta futësh, të nxjerrësh prapë, të kërkosh ku e le nëpër xhep, mund të bjerë. Mua më ka rënë një herë midis shinave të trenit. Ke hapësira nga platforma tek treni. Jo doja të dija se çfarë bëra, çfarë bëra asnjë gjë. Prita informova stafin, prita ata u habitën. Unë isha gati të futesha aty, por nuk më lanë. Po pikërisht prandaj qesha, për këtë arsye se thash, ne ne rrezikojmë në këtë rast. Po për një telebobot, sa i kisha bler. Po çfarë rrezika dhe mos ta kishim bler, do rrezikojmë. Padyshim është një mjet i nuk është vetëm për muzikën, domethënë. Mua më ndoshta nga që kam dhe më afër dhe më ka bërë pjesa e përshtypjes që shumë pak po dëgjojnë ato këngët të vjetra. Unë s'do doja t'i cilësoj asnjëherë të vjetra, sepse unë i quaj gjithkohon të shenjta, domethënë këngët që ne kemi dëgjuar, siç ishte domethënë kënga që vendosën në skon, ato këngë që quhen këngë, ato këngë që janë të kompozuara, ajo muzikë është muzikë domethënë dhe është e vështirë në fakt se çdo gjë është këngë komerciale, çdo gjë ka ndryshuar pjesa e saj. I kalon etapat, ata brezi që vinë, ata gjithmonë janë të plirur në teknologjia, padyshim, teknologjinë e kemi kudo dhe nuk mund të jetojmë. Sidomos ne që jemi në Londër, nuk jetojmë dot pa teknologji. Është e pamundur. Jo, është absolutisht e pamundur. Unë do doja që të shtoja diçka, një informacion mbi të gjithë ata biznesmen që duan të ofrojnë
reklamimin e tyre, të reklamojnë bizneset kudo që janë, jo vetëm në Londër, po edhe në të gjithë Anglinë, do thosha, edhe në Mbretërinë e Bashkuar, se mund të shkojmë dhe në Skotësi, mund të shkojmë pak lartë, është bukur atje. Unë do rikë të në studio, edhe ti më masillësh afër. Padyshim. Mund të shkojmë, ne mund të vim tek biznesi juaj, pse jo mund të bëjmë një transmetim direkt nga biznesi, nga ai biznes që ju posedoni, dhe për çdo kontakt të mëtejshëm, për çdo informacion, ata mund të dërgoni mail në albukatv@gmail.com ose në numrin e telefonit 0777 8070008. Duhet tjetë dhe i afishuar në... Është i afishuar gjithkohë në ekran, ju e keni aty, mund të telefononi, mund të dërgoni edhe mesazhe, sepse ne do t'jemi nëpërmjet sigurisht telefonit, duam që zëri juaj të dëgjohet, por edhe në çfarë do lloj pjesë platforme kur ne jemi live, por aq më tepër që do donim sigurisht mendime, opinione, të ndahnim bashkë një të shtunë ndryshe, një bizetim, ndoshta edhe sigurisht për sa i përket pastaj pjesës së reklamave që ne do të ishim ju do të jeni të mirëpritur në pjesën e këtij emisioni. Dhe duke ju referuar këngës që ne tham, unë kam vërej që këtu janë mjaftueshëm, mua më vjen mirë, domethënë që shikoj të paktën, duke qenë se jam edhe shumë e re, po themi, në pjesën e qytetit të jetesës tashmë në Angli, por ajo që kam vërej është që shumë biznese këtu të cilët janë hapur nga shqiptarët, janë të gatshëm për të bërë këto aktivitetet live me muzikë, me gjëra, domethënë, dhe një bashkëpunim i tillë sigurisht do të ishte mirëpritur. Padyshim, do ishte shumë kënaqësi për ne që të bënim emisionin live nga fiksa të ditë që keni aktivitetin, po, dhe çdo të shtunë, ne mund të zgjedhim biznese të ndryshme për çdo të shtunë dhe mund të vim aty ke ju dhe t'ju bëjmë live direkt emisionin. Mund t'ja kushtojmë një pjesë, një puntat ose një pjesë të emisionit mund tjetë për biznesi, ju mund na shpjegoni, nëse dëshironi të shpjegoni, por ndryshe do jeni ju ata që të zgjidhni se si doni që të paraqitet, çfarë doni të reklamoni për pjesën e biznesit, pjesa juaj më e rëndësishme të rriqni klientët apo të bëni më shumë shitje. Tu pastaj do kalojmë në diskutim tjetër, e diskutojmë herë tjetër. Kjo do të jetë për sot kaq, që mos t'i lodhim, por ne presim bashkëpunimin edhe po ju lëm kështu argëtim të qetë. Edhe sot neve i kemi bashkëpunëtorët tonë, kemi filluar. Është pikërisht reklama e cila do të prezantohet në fakt tani, do donim që regjia të na jepte mundësinë e reklamës, për sa i përket nëse keni sigurisht nevojë, sepse dihet që Londra ka një tjetër absolutisht, unë po përpiqem kaq shumë që të mësoj, domethënë, e ndjej shumë. Domethënë më duhet kaq shumë që të mësoj shumë gjëra, po shumë gjëra në të njëjtën kohë, dhe për sa i përket pjesës pastrimit, për sa i përket pjesës le të themi komoditetit, që domethënë duket se nga që është gjithkohon njeriu në lëvizje dhe duhet të ketë sa gjëra të tilla, gjëra që neve për shkakun kishim organizimi të merr shumë kohë dhe është vërtet që nuk ke kohë. Dhe në këtë pikë, nëse ju nuk keni kohë, sigurisht që kohën e ka patjetër kjo le të themi sparkling është në fakt, është fantastike që ju mund të keni, ndoshta Bora është më mund të thrisni Sparkling Home London, mund të thrisni, ata mund të merren me organizimin e pjesës aktivitetit në brenda shtëpisë tuaj apo në bizneset tuaj, mund t'ju ofrojmë pastrimet ndryshme, të brendshme dhe të jashtme, mbas ndërtimit, pastrimet të klinikave, mirëmbajtjen e pronës suaj, nëse ju jeni larg apo keni disa prona të cilat nuk arrini dot ti shikoni ose nuk keni kohën për të menaxhuar. Okej, po shikojmë edhe video, edhe pamje. Por patjetër edhe në menaxhimin e Airbnb-ve, qofse ju keni një biznes të vogël familjar të tillin. Është një shërbim që është 24 orë dhe patjetër ju ofron juve cilësinë dhe shërbimin sipas nevojave, dëshirës dhe ekonomisë suaj. Është e rëndësishme kjo gjë, një gjë që ne jemi sigurisht larg, kur them ne unë i referohem akoma qëndrimit tim andej, por të paktën kjo pjesë këtu, mënyra e organizimit dhe mënyra e jetës më duket që këto gjëra, duke ju referuar pikërisht Sparkling Home, është shumë e nevojshme për ta patur, edhe vetë si pjesë familje, jo më pastaj sigurisht në një biznes. Sepse jeta është shumë e ngarkuar, distancat janë shumë të larta, so ty të merr një pjesë e kohës gjatë ditës, të merr një pjesa e lëvizjes është e tmerrshme. Ngelesh ndonjëherë, nuk bën dot asnjë gjë gjatë ditës, mund ngelesh gjithë ditën trafik. Unë ajo që më ka mbetur në mendje të paktën në ditët e para, dhe po e them po vazhdoj ta
kem gjatë gjithë kohës, edhe tani që jam dikur më duket më ka mbetur është pjesa e The Next Station. E kam gjatë gjithë kohës. Do ta dëgjosh për vite të tëra. Për vite të tëra. Domethënë nëse kur ajo thotë The Next Station, më vete mendja për shumë gjëra të tjera, domethënë Po ma vazhdo meditimin ti, ke një sidomos kur e ke jo, në fillim humba, gjithsesi i ka në vend tjetër, është ai fillimi që përjetojmë në momentin që vim, dhe aq më tepër Gjirokastër. Edhe një semafor nuk punoi asnjëherë, domethënë që kishin. Shpresojmë tani që të jetë. Bashkia i mori fondet, jo se duhet të jem korrekte me këtë pjesë, po. Po kjo është e rëndësishme. Ja, e fondeve. Pastaj puna bëhet duke ardhur gjatë kohës. U investuar, ne prem edhe shiritin, bëm dhe filmimin, i bëm adetet, i themi ne nga në tona të gjitha, po nuk u ndez as jeshilja, as e kuqja. Kam bërë lidhje nga bim. Nuk e di. Po kemi kohë për ta ndrejshur, kemi kohë akoma. Shpresoj më vjen ta marr një këtu dhe ta çoj aty, domethënë që ta organizohen. Shiko, ti e bëre bukur sot, domethënë, por nuk ka të bëjë ndoshta vetëm pjesa e make-upit mbase sepse kur vjen një farë moshe apo pjesa e trajtimit, se në mosha nuk tregohet të re. Do ta tregoj moshën, s'ka gjë, se do na i marrin vesh edhe po. Po e di, po nuk dua që mirë. Femrat janë gjithmonë të bukura. Dhe unë jam, domethënë, gjithmonë mbështetëse, e di shumë mirë gjatë gjithë kohës. Domethënë, nuk kam gjë me meshkujt, i tha, por gjithsesi po jo ata mund të bëhen të bukur, jo ata mund të bëhen të bukur duke bërë trajtime të ndryshme. Në fakt dhe është gjë e mirë kjo që njerëzit kanë ndryshuar këtë mentaliteti. Se më përpara mbetej domethënë të paktën në sallonet e bukurisë drejtoheshin vetëm femrat, vetëm neve. Sot janë ndryshe dhe mirëmbajtja është shumë e është ndryshme kjo, ka shumë meshkuj që shkojnë dhe trajtojnë veten dhe kjo është e mirë, ka shumë lloje trajtimesh që janë shumë ekologjike, do të thosha, ose biologjike, një ndërtohesh në sfond ndërkaq edhe është pikërisht Jolanda e Blenda dhe Blenda, të dyja bashkë në Blenda. Shumë shpejt do të keni këtu jam unë në fakt që po bëj trajtimin. E shikon, prandaj nuk ka që mirë sa dhe ke bërë të trajtimin, po shumë mirë të trajtimin, domethënë ato goca të presin ty radhën tjetër, kështu më kanë, po jo vetëm por edhe të tjerët. Edhe regjia. Patjetër regjia do ta bëjmë dhe ty një vend, të lutem. Mos ai refuzo këtë, se nuk do të nxjerrim në reklam. Emisionit, por ka shërbime të ndryshme. Kjo është një unë këtë që kam bërë është pikërisht plazma, për po jetë është Jolanda në këtë rast në sfond edhe shumë e kujdesshme, shumë e mirë për të bërë domethënë më të mirë se ndonjëherë Jolanda është shumë profesioniste në pjesën e punës. Nuk është vetëm e trajnuar, po është edhe shkolluar për këtë pjesë estetikës. Edhe më vjen mirë kur i shpjegon, domethënë dhe mënyrën, të paktën është një plazma sepse këto janë shumë procese që ato kanë, ne sigurisht nuk i di, por mezoterapi e cila është një me sa di unë dhe me sa Blenda, më vjen mirë dhe Blendën, ja ku kemi dhe Blendën, e cila sigurisht u kujdes që të ishte madje më pëlqen ajo pjesa që kur mbaroi trajtimin të pyeste të kërkon. Po, pas trajtimit ato vazhdojnë. Është ndryshe nga këto të paktën e statistët që ti shkon dhe i kërkon një gjë, sepse ne nuk kemi në dijenit të gjitha procedurave, kanë dalë pafund tani sa vende, domethënë estetika po ecën në avans shumë të madhe, por më vjen mirë që duke parë këtë dhe duke bërë testimin e fytyrës, ato të japin domethënë ndryshe se çfarë ke ti dhe çfarë ka më. Dhe ndjekin trajtimin e ndjekin dhe më pas për 2-3 ditë ose për një javë të shohin se si ka. Në numrin e telefonit dhe në Instagramin e gocave Jolanda dhe Blenda, ju mund të bëheni pjesë e këtyre trajtimeve dhe sigurisht të bëheni shumë të bukura dhe të qëndroni gjithkohën fantastike. Edhe pa make-up. Absolutisht edhe pa make-up. Neve kemi vënë pak make-up sot se na duaj për ekran. Për ekranin patjetër. Ekrani është gjithmonë ekran pas ekranit. Ishim pak ndryshe. Kur themi që do të jemi jo vetëm në Londër dhe sigurisht jo vetëm në Mbretërinë e Bashkuar, ne kuptojmë edhe faktin që do të jemi edhe shumë afër Shqipërisë. Dhe kjo fal neve le të themi transmetimeve live që do bëjmë, por sigurisht edhe lidhjeve të drejtë për drejta. Jo vetëm nga qyteti, unë mos të ngele vetëm në Gjirokastër, se ngele aty domethënë. E bukur. Po Gjirokastër e kam të bukur. Po të lutem që mund të ngelesh ke Gjirokastër, nuk ka problem. Nuk e di, të tolerojmë për këtë. Faleminderit, e vlerësoj shumë, e vlerësoj, por nuk mundem të ikim ndryshe, por do të kemi lidhje me kolegët tanë gazetarë aty.
Në përgjithësi do jenë më vjen mirë telefonatat që ti bëre dhe telefonatat unë, domethënë ishin kështu të gatshëm për cilë për të Shqipërinë. më vjen mirë. Duam që ti përshëndesim patjetër të gjithë kolegët edhe të kalojnë me sukses këtë fushatë, sepse ka probleme fushatë. Tani janë shumë të zënë në fakt, por neve do t'i tërheqim nga unda, do t'i tërheqim. Jo, do t'i lëmë ca ditë të qetë, pastaj sidomos procesi numërimit e mban mend, nuk e di domethënë ato qëndrimet për ditë me radhë deri në momentin final. Është absolutisht i vështirë. Kolegët në Shqipëri vazhdojnë që të jenë me vështirësi. Gazetarët, dhe po flasin për njerëzit të cilët e kanë. Do të na shpjegosh pak për profesionin e gazetarisë në Shqipëri. Unë kam disa vite në fakt, nuk kam qenë shumë implikuar në këtë. Kam qenë shumë vite parë kur kam qenë një moshë më të re, por jo, nuk është se ka ndryshuar dhe në pjesën që ke qenë ti, ndoshta domethënë me kalimin e kohës gjërat u bën më të vështira, po themi, sepse në periudhën tënde ishin më komode, dhe negative dhe pozitive, nuk ka problem. Po, nuk dua të mërzis njerëz, jo, pas kuintave, po e di, pas kuintave, jo, është e vështirë, di pse them, unë e shikoj kështu sepse në stafin që unë isha në të gjithë, domethënë miqtë e mi, kolegët e mi që unë dua t'i përshëndes, ishte një gjë që punonin të gjithë për pjesën e pasionit. Është ajo që na ndan edhe ne sot, domethënë ajo dëshira që për te të gjitha sakrificave që duhet bësh këtu, sepse ndoshta atje kemi më komode për të ardhur, për të lëvizur, për të bërë, domethënë këtu duhet i fillosh, le të themi si starting nga zero, domethënë fillim nga e para. Gjithçka nga e para për të bërë pjesë, domethënë për të afruar pjesën e shikueshmërisë, të gjitha gjërave që unë jam shumë dhe më vështirë ekonomikisht, mbështetja ekonomike është akoma dhe më vështirë. Nga ana tjetër, ata punojnë domethënë pjesa kolegës, gazetar të brezit ton, po themi, sepse sot mua më vjen e them me keqardhje që shumë pak po afrohen pjesën e gazetarisë dhe kjo, sepse le të themi që të gjithë, pse nuk është e mirë paguar, domethënë edhe kemi ata pastaj ato hendeshjet që jo çdo kush vlerësohet nga pjesa e aftësisë, e cila e ka rotacionin. Tu kalojmë pastaj në pak kjo është një çështje politike dhe ne nuk duam të ngarkojmë të shtunën tuaj me një ditë politike, por tu pastaj do kalojmë në një debat i cili unë zë doja që të futesha në këtë debat. Jo, nuk do doja. Dhe unë thjesht do doja ti përshëndesja kolegët të kalojnë me sukses këtë dhe ti je prapë këtu në televizion, je prapë gazetare, do të lëmë dhe në terren, mos mi vë mua të gjithë terrenet. Do kalojt edhe next station. Po vetëm se do më thuash ku të ndaloj, se vazhdoj akoma që të ngatrohem, domethënë. Deri në stacion e fundit. Deri në stacion e fundit. Aty do bëjmë lidhjen direkte, pastaj drejt për së drejti. Okej, le të kalojmë në një tjetër këngë, edhe sigurisht i kemi zgjedhur këto këngët sot, por edhe sugjerimet tuaja do të ishin të pranueshme për herën tjetër, se çfarë do të kishit dëshirë që të dëgjonit në këtë emision. Dëgjojmë këngën dhe rikthehemi sërish në studio. Ri pak më. Mbaj së lapsen. Është rikthim në studio sërish. Unë dhe ti. Jam te këngët unë akoma, më pëlqejnë këto këngët. Mos u bë shumë melankolike tani, se është shtunë sot, nuk e dia ka diell akoma, po ne kur erdhëm ishte mirë, po me diell. Nuk e di, në fakt javë e ka dhënë që do tulen pak temperaturat. Por ty quan të ulta. Po. Unë që nga Gjirokastra i quaj shumë. Jo, për neve është shumë mirë, është ko plazhi. Si jam mësuar me Londrën akoma. Për neve është ko plazhi. Është ko plazhi tani, vërtet? Do të bëjmë një live, mund të bëjmë nga plazhi, një lidhje nga do ta zgjidhim. Na sugjeroni vendin ku doni, çfarë vendi doni të shihni në Bournemouth, Southampton or Devon. Duke qenë se jemi live edhe do të jemi çdo të shtunë live, kështu që se po përshëndes pak edhe këta njerëzit e po kemi dhe lidhjen e TikTok-ut drejt për drejt nga TVK, kështu që ne do të jemi live çdo të shtunë, një moment vetëm, edhe ju mund të na shkruani, mund të na dërgoni emisionin të çfarë titulli të vendosim këtij emisioni, se jemi pa titull. Jemi në dilemë, jemi pa titull, nuk e di, ne do të vazhdojmë emisionin, por titull nuk do kemi, ju na sugjeroni titullin, si ju dukemi juve. Si ju dukemi? Çfarë titulli do t'i pëlqente ju të thonit se pritse duhet të shohim titullin? Ne do t'i shtojmë të gjitha, edhe sigurisht në fund do zgjedhim më të mirin e mundshëm. Unë do doja që ti ftoja shikuesit. Cila është rubrika që ne do të kemi? Kemi dhe një rubrikë që është shumë interesante. Unë nuk doja ta thosha rubrikë në fakt. Jo rubrikë, okej, do të jeni bashkëpunim me juve, të gjithë bashkë, domethënë. Unë e di që ka shumë njerëz të apasionuar pas fotografisë, ka shumë personazhe të cilat për je dhe ti. Absolutisht. Një ndër ta. Unë jam më ekstrem, domethënë. Eri është. Kë shikon për foto gjatë gjithë kohës. Bëjmë përgatitje për emision, eri është duke marrë foto më të bukura, kupton? Jam gjithkohon me foto duke e bërë foto. E ka bërë Instagramin plot.
Do me thënë nuk të kalon një ditë pa postuar. Jo, absolutisht. Në Instagramin do ketë do të ketë çdo ditë foto. Çdo ditë foto. Okej. Këtu në momentin e ardhjes në Londër në fakt e lash pak pasionin sepse nga që ngela brenda më duhet të mësoja, nuk e kështu, ndërsa tani që pash të pjesën, tani janë gjithë kohën me telefon, domethënë. Ja, tani do t'i bësh gjithë. Tani do t'i bëj gjitha. Do mësosh vendet e bukura ku janë, pamjet më të bukura, ka shumë vende. Sugjeroni një çik sa pamje se ku mund të shkoj, domethënë që të bëj fotot më të bukura. Ti mi ke dhënë, po. Dhe padyshim kushdo që ka pasion fotografin ose fotografit ose aparatin fotografik, çdo gjë që është e lidhur me fotografin, ju mund të na dërgoni fotot tuaja më të bukura, qoftë edhe duke qenë si personazhe, qoftë edhe pamje, vetëm pamje ose aty ku jetoni, domethënë kapni atë pjesën që ju asyri për një detaj, po se detaj bën diferencën gjithkohë, kështu që mund ta insistoni dhe neve do të zgjedhim fotografi më të bukur, padyshim, pse jo mund të kemi nëse fotografia shumë e klikuar, shumë e diskutuar. Po. Për të zgjedhur. Padyshim do t'ju ftojmë në studio. Edhe të na thonin çik se si e keni kapur foton. Ku keni qenë? Çfarë keni qenë? Gjendja juaj emocionale. Ose videot të lezetshme që të jenë, domethënë, le të themi pikante, videot nga vendi ku jeni, nga vendi punës, domethënë gjëra të lezetshme që ju i shikoni të dhe padyshim do të vëmë, padyshim do t'ju afrojmë sfondin, fotografin tuaj në sfondin tonë. Po, do të jetë shumë e bukur. Një Londër ndryshe ose një pamje ndryshme nga kjo që neve zgjedhim gjithmonë. Jo vetëm nga Londra, nga çdo vend i botës. Nga çdo vend i botës. Është e rëndësishme fotografia, por jo neve nuk do t'i themshojmë ose nuk do të qëndrojmë vetëm ke vendi, vetëm ke Londra, por është në kompleks fotografia. Po pra, një foto, e cila ju e cilësoni edhe një mace mund të jetë shumë e bukur, doli pasioni për Eri ka dy mace, ka dy mace. Të cilat i solla nga Shqipëria në Londër. Emrat? Miu dhe Snow. Kam dhe unë. Tani një mace që quhet Miu është çike çuditshme, se dhe Miu dhe Versi. Po, është kombinimi më perfekt. Është kombinimi më perfekt. Miu dhe Snow, do ta sjellem në studio, në fakt do ta sjellem. Shiko, do t'i marrim në studio. Po, do t'i marrim në studio sepse Miu është mësuar me studio në Shqipëri, kështu që ka vajtur, ka udhëtuar, ka lëvizur. Do sjell edhe unë dy macet e mia. Jo, ashtu bëhet luftë. Ashtu na nxjerrë gjëja jashtë. Do të bëjmë radhë. Po, me radhë. Po mirë, po si ju të më ka ikur në shtëpia, nuk e di pse. Si juve të parët që jeni më të mësuar me ne të ardhurit po vim më. Jo, ju jeni të ftuar, ju jeni ja banxhin, duhet vini të parë. O, faleminderit shumë. Shumë të mirëpritur në çdo moment. Është shumë e këndshme kjo, por gjithsesi për pjesën e fotove vërtet që mirëpresim këto fotot sepse do kemi mundësinë që të bashkëpunojmë edhe ndërkaq edhe në numrin e telefonit, por ndoshta njerëzit janë më shumë kanë përshtypjen këtu me pjesën e rrjeteve sociale, kështu që edhe mesazhet tuaja që mund të vinë edhe drejt për drejt në TikTok, në email, çfarë do gjëje do të jetë çdo sugjerim do të jetë i pranishëm në çdo moment. Është shumë e këndshme. Do ta marrim në konsiderat padyshim. Do doja, në fakt, për këtë pjesë do doja të pyesja aty për sa i përket, shiko, nuk dua ta bëj në formën mos të jetë e mërzitshme, por meqense është një emision live edhe cila do të ishte, mua do më pëlqente që njerëzit të ndanin mes nesh normalisht gjërat e bukura, sepse nuk duam që t'i rëndojmë, sepse çdo njeri ka atë pjesën e vet, domethënë dhe mos të futemi le të themi në hallet. Sigurisht që duam që të gjithë pa përjashtim të jenë mirë, domethënë absolutisht në Londër dhe kudo në botë, çdo shqiptar ne urojmë me shpirt që të jetë mirë, por në këndvështrimin tënd si gazetare, po e them si gazetare, domethënë vjen nga gazetaria e viteve, e disa viteve të mëparshme, rikthehesh në gazetaria aktualisht këtu në Londër, por çfarë gjen gjatë këtij, le të themi nga ajo piknisja e ke lënë e gazetarisë dhe nga ajo që fillon tani, çfarë shikon si në sytë e tu si gazetare, shqiptarët aty dhe shqiptarët këtu, domethënë cili do të ishte. Do thosha në Shqipëri këtu është akoma shumë e thjeshtë për të bërë gazetarin, qoftë nëse ti do të rimarrësh, do të rinisësh diçka nga fillimi, krejt e jotja, pa me idenë tënde. Nëse mban më vite përpara na duheshin dy kameraman, na duhej makina, na duhej mikrofoni, kaseta, na duhet kaseta. Kemi parasysh. Jo, ju ishit në Tiranë, po ne ishim në Gjirokastë, mua më duhet ta dërgoja. Po i arritu dhe neve këtë vështirësi. Pra, më duhet që ta dërgoja për Tiranë edhe në momentin që ta dërgoja trëmbesha e shumë se mos ma humbiste, nuk isha hallin e asaj. Edhe mos lagej, mos merrte lagësh.
Mos na prisheshin kronika që kishin bërë tërë javën, domethënë ishte ekstrem. Po, ishte shumë më me rrezik, kupton? Ishte, po. Dhe Sot është më lehtë. Sot është më lehtë dhe më e shpejtë. Ne themi që të gjithë janë bërë pak gazetar, por në fakt Okej, të gjithë janë bërë gazetar në mënyrën e vet. duke prezantuar, domethënë duke folur, duke bërë. Ama gazetaria e vërtet është tjetër. Po krahasoja të gazetarin profesioniste, po them, gazetarin nga cila nuk studio për ndryshon, jashtë, gazetaria, nga terreni në absolutisht, po. studio se si Po, sillet. patjetër. Të duhej më pas, të duhej një, pasi vije nga terreni, të duhej një montazher, duhet ta gjeje të prisje radhën aty derisa. Lere tash E mos tur kokën. Lere tash. Të prisje radhën duhet ta bëj të ikte. Nuk shiko. Po të ikte ora, të ikte kronika, nuk Po, të po. ikte gjithë puna kot, sepse puna lajmet gjithë ishin mbaruar. E di. Por Kam të kurse qartë. tani ka shumë programe të cilat ti mund të bësh montimin vet ose do të thosha, ok, nuk mund të bësh të gjitha vet, padyshim që duhet kesh Nisë, më pëlqeu fjala që thej që gazetaria profesioniste nuk mund ta bëj kushdo dhe sigurisht që mbetet ajo që është gjithkohon e shenjtë dhe e vlerë. Dhe sot kesh shumë programe të cilat ti mund të ndihmosh procesin që të ecë më shpejt, por jo se ti mund të bësh gjithçka vet, padyshim duhet montazhi, një montazhi shumë i mirë, është gjysma e punës tënde apo jo. Gjithkohon. Na duhet i mbani me të mirë. Është Po mendoj një kafe, i tha, mendoj një nga ato tonat siç bënim domethënë. Dhe padyshim duhej atëherë kishte më shumë shpenzime, pasi çdo kush duhet paguaj për kohën e vet. Imagjino një gjirokastri të dërgonte kasetën për Tiranë. Jo, duhet të paguante fugonin, të autobusin, të taksishme për mua. Jam gjirokastrite, nuk e nxjerr dot lekun. Më vjen keq, më vjen keq. Ka dhe më keq thash. Është akoma kështu funksionon? Jo. Më Nuk ndryshe. ka më keq. Nuk ka më keq. Do me thënë, okej, mos ta prekim këtë pjesë. Ka gjirokastrit këtu. Përshëndesim janë si shpëtimit. Mos ta prekim këtë pjesë, atëherë. Kurse Jo, ishte e vështirë. Sot është pak më shumë e thjeshtë. Është më komode. Është më komode sepse ti me një smartphone mund të krijosh një kronikë të ngjarjen. Padyshim njerëzit janë më të hapur me televizionin, nëse më përpara na duhej që të pyesnim 20 veta që të dilte njëri, se i kishin fobi të dilin në televizor, nuk dalin në televizor, dukem keq, jo zi të flas. Janë më të updateuar në pjesën e kurse sot njerëzit janë më të vetëm ajo që po ndodh aktualisht në fakt andaj është fakti që janë të lodhur. Domethënë e njohin shumë mirë pjesën e medias, pjesën e reklamës, pjesën e le të themi të lajmeve, por stepen. Dhe kjo është sepse ndoshta nuk bëhet nuk ka të bëjë me individin me gazetarin, ka të bëjë me pjesën e sistemit mediatik, domethënë mënyra si ajo që kemi. Padyshim duhet investuar më shumë, padyshim duhet futur, duhet provuar gjëra të reja, nuk duhet nejtu vetëm në atë. Vetëm në kornizën. Njerëzit nuk shikojnë një gazetar të lirë, automatikisht ndryshon. Korniza duhet të dalim ndonjëherë nga kornizat, se ka shumë gjëra të mira që janë ndëthuren me ato të vjetrat dhe bëhet një kombinim shumë i mirë. Ashtu siç e kemi bërë neve sot. Jemi takuar krejt rastësisht në Londër. Po, thuaje ti këto. Po thuaje ti. Krejt rastësisht, vetëm nga një telefonat. Vetëm nga një telefonat. Jemi takuar dhe nuk e dinim kush ishim. Absolutisht. Domethënë nuk dinim që Eri ishte mbrapa asaj telefonate dhe unë isha, Eri nuk e dinte që unë isha mbrapa asaj telefonate, po kur u takuam pastaj gjetëm kryefjala ishte televizioni dhe e filluam emision rastësisht edhe pa shumë përgatitje, nga java që kaloi, mund ta kemi bërë brenda 6-7 ditëve, edhe jemi këtu sot, do vazhdojmë, do jemi këtu. Shumë mirë akoma, edhe me mbështetjen tuaj, me mesazhet tuaja, me telefonatat, me opinionet dhe bashkëpunimi i cili është patjetër i rëndësishëm. Unë do të ftoja gjithkënd, do të ftoja që do të donte të ishte pjesë. Po, qoftë edhe do të thoja atë kastin e personaliteteve shqiptare në Angli. Për t'i ftuar. Jo vetëm për t'i ftuar, por ata mund na kontaktojnë edhe nëse duan të transmetojnë diçka e cila nuk është ngritur zëri akoma. Dhe është akoma në heshtje. Problematikave që ju keni, meqense ne do të jemi live, domethënë do donim që të ndihmonim që të problematika ndoshta nuk do gjenin zgjidhje në një studio televizive, por sigurisht duke u dëgjuar zëri, domethënë mund të kemi bashkëpunim dhe do të jetë një zgjidhje të përbashkët, ose për njoftimet e pushimeve, bizneset nga ana tjetër do të ishin të mirëpritur, por edhe çdo, le të themi, që ka një histori për të ndarë një gjë, domethënë një detaj të vogël do të ishte shumë mirëpritur. Pse jo, edhe për komunitetin shqiptar do të ishte shumë e rëndësishme që të gjithë ata që mendojnë se sjellin diçka shumë të veçantë,
përveç festave, kuptohet, kombëtare, internacionale, që keni neve festa, kemi. këtu keni madje ma the pak si funksionon kjo pjesa e festave. Këto dada Ato janë festat të cilat quhen bank holiday, ti si di akoma? Jo, ende, unë jam gjithmonë bank holiday. Është zakonisht ndodhin të premteve dhe të hënave. Edhe të duhet një punë fikse. Përveç televizionit. 24 orë. Të tu në televizion 24 orë. Të nxjerr në terren, të nxjerr. Unë fakt do të thosha jo vetëm për pjesën e Britanisë ose Anglisë do të thosha, por thosha edhe komuniteti, sepse komuniteti shqiptar është një ndër, do të thosha, një ndër komunitetet më të mëdha në Angli, por që për fatkeqësisht mbase disave do t'ju vi keq për këtë që po them, por është e vërteta, jemi një ndër komunitetet që janë më të shpërndar. Do me thënë dhe... Kjo është e vërtet. Nga kjo anë, bashkëpunimi është shumë i vështirë me njëri tjetrin, bashkëpunimi ndonjëherë fillon, por nuk mbaron aty me konkluzione dhe rezultatet mira. Duhet i lëmë gjitha këto më një anë, por unë do të edhe të bëhemi të gjithë bashkë. Po, edhe të rinj cilët duan të sjellin diçka të re, duan të krijojnë një tjetër frymë. Unë do t'isha e gatshme t'ju ndihmoja për këtë, kam informacione shumë të mira për këto. Mbase do ta diskutojmë diku. Do ta flasim këtë pjesë sepse Bora unë do ta thoshja këtë gjë që ndoshta unë mund të Bora është një zë shumë i rëndësishëm, duke qenë se edhe për shkak të shkollimit që ka këtu, për shkak të përgatitjes së karrierës që ajo na e braktisi Shqipërinë atëherë na lane të themi dhe erdhi këtu, po i vazhdoi këtu të gjithë pjesën e kësaj dhe mund të jetë sigurisht mund të japi absolutisht, çfarë do lloj ndihme, jam e sigurt për këtë, sepse informative, do të thosha, informative, absolutisht ndihmë informative, por edhe në pjesën e bashkëpunimeve që ne mund të kemi edhe me njerëz të ndryshëm që të cilët do të ishin mirë kuptues, sepse në momentin që mund të ketë një biznes Bora, e cila do donte, unë kam bërë për shembull këto njoftimet që bëhen në Facebook apo në rrjetet sociale për njerëz që kërkojnë domethënë punonjës të ndryshme, domethënë edhe më pëlqejnë për shembull edhe tek grupet që janë të ndryshme të cilët njerëzit aktivizohen. Nuk do të më pëlqenin këto, domethënë në këtë pikë s'më pëlqejnë këto pjesët e komenteve, shpesh komentet nuk janë po pra. Okej, ne do mundohemi të mbajmë. Do mundohemi të kemi një bashkëpunim të mirë, një standard të bëjmë më të mirën e mundshme për njëri tjetrin, pse jo jemi në një vend të huaj, sepse sado që të jetë dhe sado dokumenta që të kemi marrë të gjitha, do më thëmë pa përjashtim, ne mbetemi, le të cilësohemi, emigranti mirë në të huaj. Padyshim, kjo është. Por shqiptarët e kanë treguar që mund të bëjnë më të mirën e mundshme. Unë e vura re të paktën në këto biznese me ata njerëz që pata kontakte që janë përpjekur të updatehen mirë, domethënë, edhe më vjen mirë që kanë ngritur edhe biznese, domethënë. Dhe është një sistem shumë i mirë, dhe është vendi Londra, do thosha, është vendi ku ti mund shumë lehtë mund të krijosh biznesin tënd, por do angazhim. Po pra. Dhe do përkushtim. Po pra, patjetër duhet jesh që të angazhohesh. Shfrytëzohen në këtë rast në çdo moment, është shumë e mirë për ta shfrytzuar. Madje do të thosha për moshën e cila është mosha që do të thosha mbi të 20-at, 25-at, shfrytëzoni gjithçka që ju jepet rreth jush. Do të ishte të shkollimi në këtë rast këtu? Unë do doja të jepja një mesazh shumë të rëndësishëm, shumë të rëndësishëm. Dhe doja që ta dëgjoni me vëmendje këtë. Pjesa më e rëndësishme do përfshijë shqiptarët në këtë vend, shqiptarët që jetojnë këtu, por kudo që janë. Pjesa më e rëndësishme për çdo njëri nga ne, madje do të theksoja femrat me gërma të mëdha. Patjetër. Duhet të jemi gjithkohën sado e mirë, sado e keqe të jesh, sado të dish dhe sado që nuk di, edukimi është shumë i rëndësishëm dhe shfrytëzojeni sepse këtu ka shumë mundësira për t'u edukuar. Qoftë mirë apo qoftë keq, jam shumë e sigurt që do marrësh, do thithësh diçka që do të vlejë në çdo sekond. Unë edukimin e kam pas një ndër gjërat primare në jetën time. Mund të lë gjithçka për të filluar një edukim të ri. Ndoshta jo të gjitha nënat e kanë. Për mua janë për të vlerësuar ato femrat të cilat e rrisin fëmijët, e krijojnë dhe më pëlqejnë domethënë që kanë ardhur dhe nga një vend, kanë bukur, rifilluar jetën, por duke bashkë me ty duke edukuar. Dhe do jetë shumë gjë e mirë domethënë. Po, nëna ime gjithmonë ishte me mua, shkoja unë, flasim kur në vitet e para në Shqipëri,
Ajo ishte gjithmonë me mua. Patjetër. Dhe unë mundësisht të ma zinte gjithë ditën, kam bërë 5 gjuhë të huaja, më çonte në piano, në sporte, në gjithë shka. Jo, po doje mos veje ti. Edhe ajo ishte aty me mua, edhe mësonte edhe ajo. Është shumë bukur, që edhe pse je me fëmijë, edhe pse je nën, të mësosh. Nuk ka rëndësi, koha gjehet. Do veje se s'bën, domethënë ka bërë atë të vetëm ca gjëra, po do më pëlqen disiplina e edukimit dhe do doja që të vazhdonte, edhe pse në Shqipëri kjo ka humbur komplet. Por do doja që të vazhdonte jashtëzakonisht shumë. Dhe edhe pse nuk vazhdon, unë dua që prindërit familje ta disiplinojnë këtë pjesë. Do ishte gjë shumë e mirë. Ne duam që patjetër të jeni mirë dhe për gjitha femrat ka një përshëndetje të veçantë nga unë dhe Bora, edhe normalisht që urojmë që mos të mërzisni. Jo, pra jo. Të lutem mos të mërzisni. Mos të mërziten, jo, dakor, se po na ndjekin gjithë, por thjesht duam që të mbështesim sepse dihet që do ju dedikojmë dhe juve një emision padyshim. Do gjejmë diçka për do gjejmë një temë, se do vendosim edhe temën, do ketë një temë që do flitet vetëm për juve. Por gjërat pozitive. Do flisni vetëm ju. Vetëm juve, pa përjashtim. Pa përjashtim, pa femra, vetëm ne femra. Jo, do jetë është dita është festa e babait ose festa e burrit, janë dy, në Francë është e burrit. Këto festa do t'i ndjekim neve, do t'i ndjekim. Po patjetër, pse ja mund të sjellim për festat. Ne mund të sjellim ato bizneset që ju po bëni aktivitete, se pashi bësh, për shembull aktiviteti që kjo në momentin që unë erdha ishte aktiviteti që u bë për ishte për këtë në mars, domethënë ditën e grave, për 8 marsin, domethënë ishte një event në një, po mund të bëni disa dhe pash ishte eventi që ishin mbledhur të gjitha, domethënë nënat me fëmijë, domethënë ishin bërë një aktivitet të lezetshëm dhe aq më tepër që ndanin me njëra tjetrën. Po mund të bëhet, mund të përparoj më shumë, nuk është vetëm thjesht të takoni, të kërceni, të këndoni. Mund të përparoj më shumë në mënyra të ndryshme, pse jo. Se për aheng kanë vajtur njerëz. Për aheng jo, të lutem. Aheng u bëni vetë. Çdo të premte, çdo të shtunë, të lirë në për klabe. Ky është problem. Unë këtë e pash pak si ka. Parqet janë të bukura. Ajo që mua më mahniti. Kur është diell. Po. Të gjithë me rroba banjo në park, nga parqet. S'ka nevojë për det. Më kanë pëlqyer. Të pëlqyer? Jo, kanë nevojë për det. Do detë? Unë dua duan që detin tani që më mungon dhe mua shumë deti, është shumë i bukur. E kemi të mirë det. E kemi të mirë detin tani, ne këta na e kanë zili, e kupton tani. Do mësojmë pa det? Po, pa det. Po pse? Mund të gjej një det. Oqean, po det jo nuk e gjej këtu vërtet. Dakor, do gjej një oqean që të shkojë. Një oqean. Të fusësh pak këmbët, se është shumë ftohtë. Po këmbët mund t'i lagësh. Qa, nuk mund të lajmë, thua? Është shumë ftohtë, e dashur. Jo, mi do lajmë. Okej, hajde provojmë live, do ta nxjerr live eri. Kur do lajmë në oqean. Do lajmë se s'bën. Mirë, ndërka që i kemi thënë të gjitha rubrikat dhe sigurisht herën tjetër, ne do t'jemi patjetër më të organizuar, po themi, shumë mirë. Të organizuar, po edhe të lira, të lutem. Nuk duaj që të jemë shumë, të qëndrojmë aty, skaletën, lexoje, të përpikt, mos lëviz, të lutem. Jo, nuk duhet të jemi kështu. Jo, pra, absolutisht jo. Mos bërtit, ç'ke. Pa merak, do jemi lirë shumë fare. Herën tjetër do flasi Bora dhe unë do ri kështu do pres se çfarë do thotë Bora. Ta pasojmë. Dakor. Çfarë do të sjellim në këtë moment? Do të sjellim një tjetër? Një tjetër këngë, besoj. Okej, një tjetër këngë. Sërish në studio, pas Elcës, një zë që e dëgjojmë rrallë, po e dëgjojmë shumë bukur kur vjen. Shumë bukur. Dhe më thënë është një zë që është vërtet fantastike dhe aq më tepër këngët që ka bërë, më ka ardhur keq në fakt për pjesën që i ndodhi të paktën për arrestimin e saj dhe këto, por çdo gjë ndodh në jetë që pa pritur, nuk ka. Gjithsesi ajo mbetet shumë e dashur, aq më tepër një këngëtare shumë e mirë. Çdo gjë është e pritur në jem, hapet derën edhe ti patjetër ke eksperjenca ndryshe. Dashur pa dashur, koha ka kaluar edhe sigurisht ne jemi në mbyllje të kësaj puntate që bërmë, ishte puntata e parë, emisioni joni i parë dhe shpresojmë që të ketë sjell disi lëvizje apo zgjim, le të themi, se ndoshta shikuese tanë dhe ju falenderojmë shumë që ishit bashkë. Shpresojmë që të kemi ardhur mirë tek ju. Dhe shpresojmë që emisionet e tjera të jenë më të këndshëm. Dhe do të shihemi në puntatat e tjera që të shtunë me një skalet ndryshe. Dhe pa tjetër që me bashkëpunimin tuaj edhe me zërin tuaj do t'jemi gjithmonë më mirë. Unë ju përshëndes fort edhe kalofshi një fundjavë sa më të bukur, por deri edhe javën tjetër që ndoni të sigurt, të shëndetshëm edhe ju mirëpresim. Shihemi të shën tjetër.